Nëse keni tension të lartë, ja receta që duhet të përdoret për të ulur hipertensionin. Presioni i lartë i gjakut është një vrasës i eshtur sepse është një sëmundje e cila nuk shkakton asnjë problem shëndetësor në fillimet e saj. Shumë njerëz kanë probleme me presionin e lartë të gjakut, i njohur ndryshe si hipertensioni. Kjo sëmundje konsiderohet gjithashtu si një vrasës i eshtur sepse persona në fillim nuk i njohin simptomat. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sepse pacientët fillimisht nuk kanë absolutisht asnjë shenjë dhe problem shëndetësor që mund të zbulojë edhe shkaqet e saj. Nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, sigurohuni që t'i kushtoni vëmendje dietës suaj, por gjithashtu e rëndësishme është edhe pijet që shtoni në vaktet tuaja ditore. Duhet t'i shmangni pijet, të cilat mund të shkaktojnë probleme me hipertensionin dhe të evitoni gjithashtu edhe një rëndesë më të madhe të tij. Panxari është i pasur me nitrate dhe një nga vetitë e tij kuruese lidhet gjithashtu me problemet të hipertensionit. Nëse jeni një person që vuani nga tensioni i lartë i gjakut, tregohuni më të vëmendshëm edhe me ushqyerjen tuaj. Shtimi i panxarit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij për të menaxhuar këto shqetësime, tregohuni gjithashtu edhe më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm me ushqyerjen tuaj. Shtimi i panxarit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë menaxhues kundër problemeve të hipertensionit. Konsumi i lëngut të panxarit, gjithashtu edhe ushqimeve të pasur me këtë mineral, mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër shqetësimeve të organizmit. Ai është i pasur me nitrate të cilat mund të jenë edhe alternativat tuaja më të rëndësishme për dietën tuaj ditore, çka do ju ndihmojë në dukshëm në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe parandalimin e rritjes së papritur të tij. Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumi i lëngut të panxarit në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin tuaj në tërësi. Ndaj, edhe konsumi i tyre mund të bëhet në mënyrë të moderuar. Studimet e mëparshme kanë treguar se konsumi të paktën 500 ml lëng panxari vazhdimisht në dietat tuaja do të jetë një mundësi e çmuar ushqyese kundër problemeve të hipertensionit dhe parandalimin e riskut të këtyre shqetësimeve. Sipas ekspertëve është zbuluar se lëngu i panxarit mund të ketë përfitime të mira në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe lehtësimin e komplikacioneve të rritjes së tij. 100 ml e ndarë vazhdimisht në dietat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje fantastike për ushqyerjen tuaj, gjithashtu edhe parandalimin e rritjes së papritur. Ekspertët shtojnë se lëngu i panxarit i konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një nga alternativat më të çmuara ushqyese në menaxhimin e hipertensionit dhe parandalimin e papritur të rritjes së tij. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatat tuaja emergjente dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet që shkakton hipertensioni në organizmin tuaj. Një mënyrë e sigurt dhe efektive për të ulur kështu presionin e lartë të gjakut të gjitha grup moshat është duke ngrënë ushqime të cilat veprojnë natyralisht në betejën kundër hipertensionit dhe japin gjithashtu rezultatet e duhura menaxhuese për shëndetin tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, atëherë tregohuni më të arsyeshëm dhe më të kujdesshëm me dietën tuaj dhe shtoni produktet e duhura ushqyese për të menaxhuar situatat tuaja emergjente. Një mënyrë e sigurt dhe efektive për të ulur presionin e lartë të gjakut të gjitha grup moshat është duke ngrënë ushqime të cilat veprojnë natyralisht në enët tuaja të gjakut, çka do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimet tuaja kundër hipertensionit dhe sigurimin e një diete më të mirë. Provoni këto ushqime të mrekullueshme dhe do të shikoni se si do t'ju ndihmojnë në betejën kundër presionit të lartë të gjakut. Boronicat. Një pjatë me boronica në javë mund të jetë një nga alternativat tuaja më të çmuara në betejën kundër problemeve të hipertensionit.
Ndaj, konsumi i tyre në mënyrë të vazhdueshme në dietën tuaj ditore mund të ulë gjithashtu hipertensionin tek personat që vuajnë prej tij. Drithrat. Një tas me drithra i shtuar vazhdimisht në mëngjeset tuaja ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Një studim i tillë u krye nga kërkuesit në Universitetin e Harvardit. Plus, sa më shumë vakte të drithrave të hani në javë, aq më shumë përfitime do të keni në betejën kundër hipertensionit. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni situatën tuaj emergjente dhe mbi të gjitha edhe të evitoni kështu komplikacionet të organizmit tuaj. Sa më shumë produkte natyrale të keni në dietën tuaj, aq më të lehtë do ta keni edhe menaxhimin që shkakton hipertensioni. Një tas me drithra në mëngjes, sidomos me kokra, drithra të pasura, siç janë tërshëra, grurje të tjera dhe thekra, mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Ato do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e situatave tuaja emergjente dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet që i shkaktohen organizmit tuaj. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni situatën tuaj ushqyese. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe patatet. Të gjitha llojet e tyre janë të rëndësishme për ushqyerjen e shëndetshme, por e dini se ato janë të larta dhe me kalium dhe magnez, dy prej mineraleve më të rëndësishme që ndihmojnë kështu në menaxhimin e hipertensionit dhe sigurimin e një diete më të mirë të organizmit. Panxari. Një gotë me lëng panxari i shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore do të jetë një nga alternativat më të çmuara ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij në organizëm. Nitratet në këtë lëng kanë efekte të mira në marrjen më të mirë edhe të menaxhimit të problemeve të hipertensionit dhe sigurimin e një diete më të mirë për organizmin tuaj. Qumshti i skremuar. Përdorimi i ushqimeve me nivele të ulta të yndyrës do të ulë riskun e zhvillimit të hipertensionit për femrat. Kështu është përfundimi i zhvilluar i një studimi në vitin 2008 në mbi 30.000 gra të moshës nga 54 vjeç, të cilat kanë ngrënë produkte të tilla vazhdimisht në dietën e tyre dhe patën një përmirësim më të mirë të organizmit. Ndajshtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv. Çokolata. Personat që konsumojnë çokoladën do të gëzohen më shumë kur të mësojnë kështu edhe përfitimet e saj ushqyese. Ajo është një provë një ushqyerje të shëndetshme e cila mund të ndihmojë në luftën kundër hipertensionit dhe sigurimin e një jete më të mirë dhe më të shëndetshme. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide, përbërës natyral të cilët çojnë në zgjerimin e enëve të gjakut. Sigurisht që çokolata që duhet të përdorni në dietën tuaj duhet të përbëhet nga 60 deri në 70% kakao. Kështu më e mirë do të jetë edhe për përfshirjen e saj në vaktet tuaja ditore, çka do të sjellë kështu rezultate të duhura ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët shtojnë se sa më mirë të ushqeheni në vaktet tuaja ditore, aq më pak probleme do të keni me hipertensionin. Duke u konsultuar me mjekun dhe duke marrë gjithashtu edhe ushqyerjen e duhur dhe medikamentet që ai ka përshkruar, do ta keni më të lehtë të përmirësoni nivelin e hipertensionit dhe të evitoni gjithashtu luhatit e tij. Faktorët kontribues në presionin e lartë të gjakut janë të mëdhenj, por mund të përmendim disa prej tyre siç janë mbipesha, faktorët genetik, pirja e alkoolit, sasia e lartë e kripës dhe mungesa e aktivitetit fizik. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i limonit, një alternativë shumë më fitimprurse në menaxhimin e hipertensionit dhe evitimin e rritjes së papritur të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, në dietën tuaj mund të shtoni lëngun e limonit. Të kombinuar në një gotë ujë do të jetë një nga alternativat më të çmuara ushqyese kundër luhatjeve të papritura të hipertensionit. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatat tuaja dhe të përmirësoni organizmin në tërësi. Sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj, aq më pak rritje të papritura të hipertensionit do të keni në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët këshillojnë edhe konsultën e vazhdueshme me mjekun. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video
ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.